në fakt ka kaluar me keqja tashmë për zonën e qytetit. Para 2 ditësh në orën 6 mbasi kemi patur një situatë vërtet emergjente, rreshtit e pa parashikuara, po jo thjesht rreshti e shiu. Nëse gjithmonë kemi patur prismëri për problematik në krahun e Majt, ajo që ne themi Proi Çullës, u gjet një rrugë tjetër, këtu jemi po ta shohim, dhe kemi ardhur së bashku me shërbimin gjeologjik. Duhet kuptojmë se çfarë kemi bërë natyrës dhe ku kemi ndërtuar në ndërvite. Pra, është ndërtuar në një sistem, pra në krahun e djathtë të Proit të Çullës, dhe natyra, pra një kohë të shkurtër solli jo thjesht inerte, po një sasi shumë të madhe mbetjesh, inertesh, gurësh, të cilat kaluan në lagjet e sipërme të qytetit dhe zbritën në 8 meshatori. Domethënë, po themi, në një kohë shumë të shkurtër kemi patur një masë të tillë më shumë se 1.000 ton mbetje, zhavori.